2 ditë pas përleshjeve të armatosura në Kumanov, gjendja është më e qetë, por qytetarët nuk mund të harrojnë tmerrin që e kanë përjetuar gjatë ditëve të luftimeve. Banorët vazhdojnë të jenë të frustruar nga ajo që ka ndodhur. Ata nuk mirëpretën deputetët përfaqësues të kësaj ane në Parlamentin e Maqedonisë që vijnë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Qeveria e Maqedonisë ka ngritur një komision për t'ju dalur në ndihmë emergjente banorëve. Ne nuk kemi ardhur me dhënë deklarata, kemi ardhur Mirë keni njohur shokën tuaj. E keni njohur këtë lagje shumë mirë. Na smujtëm me ne pa dalë me ju pa, se me gjitha keni një shtetë. Mas rrushën gjithë kush vjen me lëdhëve. Unë e kam një familje një pak më herë. Na kemi dalë. Po vetja ata shkanë mrejna. Na kemi dalë si njerëz që i njohim njerëz të tonë. Unë ju tham me sinqeritetin më të madh se nuk jeni të dëshirueshëm këto. Po. Letë ketë ingjizime. Nuk ko desht me liju ju këtë situatë. Unë kam dalë si njëri mi pa familjar. Jo, unë kisha pas qef ma gjatë me se... Unë ju tham me sinqeritetin më të madh se ju mos me liju këtë situatë. Jo, ka pas mundësi. Kur ke pas mundësi në këto shkretina me ardhë sot, keni pas mundësi kur u konë rruga e hapë. Tash ke ardhë në kam, ke mujtë me ardhë me kerën e ju këto. Po desh me para... Ndalu këtë masakër. Shpirti e kam. Pushtetit ju. Po. Pushtetit ju. Lutna. Nuk marketing e gjallën e shprehet. Po desh me ndalu. Se mos ta foli mendimin tim. Nuk jam unë fajtor. Po. BDI-a është qeveri, nuk jemi. Nuk kanë rregull dikush në hotelet keshët çka po ndodh me vendin ton. Kur ju e keni jeni sikur për të mirë. Njif me për në kape. Po zit. Po do të më njifte edhe për në Po desh me parandaluar këtë masakër. Me vonesë që jeni. Po. Nuk ka pas asnjë pushtet. Nuk e dini me këtë me dhënë një ultimatum. Mia mu largue, antarët e familjes mu largue për këtyre shtëpive. Lumat e parë janë shkep. Shifën vetë. Masakrat janë bën këtu pari. Ata e kanë edhe tyre shumë mirë. Nuk njoft sukur që shekon. Edhe kanë bën këtë shkretina. Jo me lut me neve. Na kemi ardhur si familje. Gjovë se keni ardhur për ting politik. Ja, absolut. Është marrë për juve. Dgjoj. Jo e marrë Është marrë për juve. Nuk kemi dalë për Se u kry aksioni ju po vini. Se snajtët në rrugë. Tan lufta shka u bë. Jeni kon, po që jeni kon. Pse si ndalet? Pse si ndalet? A nuk muj ke mu bën ndryshe këtu, ha? Jo, ka mujt me mu parandaluar. Po me 100 blinda, 200 blinda, me 2 miliard, 3 miliard. Kur kush s'ka reaguar? Se kjo i konvenon pushtetit Maqedon. Qeverisë Maqedonisë i konvenon kjo. Prodeci, Sopoti, Kumanova, nuk po ndalen të na hiç sot. Ju e keni ditë fort mirë, vetë me deklaratat e juve se ekziston një grupacion. Asnjë nuk ka ardhur me vetë se çfarë grupacioni ekziston këtu. Çka kërkojnë ai grupacion? Jo me na trenu. Jo me plumat e parë mi shkrepe, mi myt antarët e familjes. Popullsinë e pafajshme. Nuk mund të shpallët një berber, terroristi më i rrezikshëm në Ballkan. Një antar i familjes me 200 copa dhin mal, terroristi, çka do të thotë? Ai e di se kush janë terrorist. Ai vetë ka pru terroristin këtu. I konvenon popullatës, jo popullatës. Nuk muj me thonë se popullata Maqedone është kundra neve. Vetëm se qeveria ju, shqiptarët. Ju konvenon juve mirujt karrikat e juve. Se keni mujt me ndalu këtë... 3 gjipa e 5 gjipa pa kur Kracia thot Vukovari ty, shka pritni ju? Shka pritni ju? Ku jeni ju? Nuk i takojnë. Qose jeni ju? Qose jeni ju për një rrugë, jam i gatshëm tritja. Mirë po a probleme që masakra që e keni po tash. Nuk shikë. Ja nuk e kalume, kjo e kalume? Jo, ishte i fillon. Marra me thonë e kalume. Marre. Sot, ditë sotet, me thonë kjo e kalume. Po shtërsi për juve. Po shtërsi për juve. As një nuk ka njeri pe Gjermani ta gëzojnë një ditë këtu ata shohin luftën, ha? Mos ta din ku e ka familjen. Po shtërsi e marra. Jo, çdo të mirë. Çdo të mirë. Mirë po duhet pak edhe ju me menue se në çfarë rrugë, çfarë drejtimi jeni. Ju në lagjët tonë jeni të padëshirueshëm, ja them me sinqeritetin më të madh. Sot më shelmni. Po. Me të mirë.
Në lagjën e trimave kanë qëndruar edhe personalitete tjera politike, vendore dhe ndërkombëtare, para të cilëve janë shprehur nevojat dhe kërkesat e banorëve për të tejkaluar atë që ka ndodhur në fundjavë. Muhamet Fejzullahu, vëllai i të arrestuarit Fadel Fejzullahu, të parit të BDI-s Ali Ahmeti, i referohet me cilësimin i poshtri, derisa shpreh mllefin e tij para Zjadin Selës, kryetarit të Strugës. Populli Maqedon nuk ka kur farfare. Lidhje populli. Nuk janë ata për luftë. Na jetojnë, Kanë bashkëtesë, dojnë bashkëtesë. 50 vite me Maqedon. Para një muaj pas ka deklaruar që BDI-ja duhet sa më shpejt dalë për qeveria. Sepse sa më tepër që rrit krijon mundësi kësaj qeverie që të organizojë gjëra të tilla. Mos i përmeni pe Nevzat Halilit e tërë të i poshtri Ali Ahmeti. Unë nuk di cilë qeveri afroj për popullin Maqedonisë, nuk deklarona vetëm se për popullin shqiptar. Ashtu Po, është. më edhe për popullin e vet. Banorët të cilët kanë përjetuar konfliktin armatosur rrëfehen për Tribuna Channel, duke thënë se ende nuk kanë informacion se pse ndodhi gjithë ky tmerr. Kam qenë të fletën normalisht si qytetar. Mëngjesin jam zgjuar nga granatat. Edhe prej aty kam hyrë në podrum edhe tërë ditën domethënë atë ditë shtunën luftime deri ora 9 apo 10 ashtu në mbrëmje na kanë nxjerr policia. Edhe prej aty na çuan në Shkup. Morëm pyetje, domethënë helbet mos po jam ndonjë pi këtyre bandave si po thonë këta. Mëngjes ora 8 mëngjesit nesit na kanë lëshuar edhe ka marrë domethënë. Kur u bën leja për me ardhur me të shtëpia me hije, erdha këto domethënë smuisha ta besoj që kjo ka ndodhur. Na jemi 10 antarë të familjes. Ato i kemi sëru me një fshat në Matesh, po kjo shtëpi si po do kjo është e pavanur, kjo do të mu rëzu krejt, edhe me fillu të ndërtim, sa zgjat, as vetë se di. Mirë po, për me ndërtu treja, unë e s'kam, do mos që të mjetë financiare këta, bile me bo 2 soba, ato s'ka shans të banë ato për frikes, kush banë këta, kush ndimon e vë, diçka unë se di as vetë, mirë po, inshallah Zotin animon. Shkatrim total këtu, se e shqip një vetë, këtu s'ka nevoj shumë me ju tregon gjendja, do mënë pamja e të mërshme, që kanë bon, që kanë maru këtu, që kanë djeg, me gjitha gjona tu kanë gjujt me armet leta, trona, bombe, gjitha, prej ajrit kanë gjujt e gjitha gjona këtu kanë ndodhë. Mobile, gjona do mënë tjetës normale, këtu nuk egzistojnë, po janë gjeg kreta. Hallakam, bastisje madhe, vjedhje, arit, që kanë gjetë domthon këtu i kanë bërë ato. Poshtë kanë si po ato jo vetë, televizorin, kompjuter, muzikë, ato i kanë marrë. Kush s'mund them se si kam pa, si di, po nuk ekzistojnë ato tash aty. Edhe këtu ku hallakat, tesha, gjona me vlerë, që ka pas këtu janë pastru totalisht. Unë kam, masim kanë nxjerr policia, kam qenë në Shkup në polici, më pyetje më kanë marrë deri ora 8 mëngjesit, domethënë tërë natën, se piktu në kanë pëshu policia në nxjerrën nga podrumi, edhe na çuan në pyetje, aqe edhe kur jam kthy domethënë që u leju për me hi mrena, atëherë i kom pa gjana domethënë që mungojnë, mirë po s'mund të them se nga kush këto gjana kanë ndodhur. Po. Shtëpia e parë, katën e parë, dytën është total e shkatruar. Mundin edhe vetë ta shihni nëse keni dëshirë të përket pak. Po. Këtu i kanë marrë të tesha, i kanë qenë në altë, që ko mujtë me pala, kanë fletën në altë, në kullën shtëpijës. Ashtu si thashtë dhe ma poshtë ka po flërtim me këtu nga të nësë e di, do më thonë ka shenja gjakut. 12 orë që tu kam nejtë me shoqen. Edhe mëna 12 orë gjysë litrë ujve që kam pi, s'ka pas mundësi. Me pija suja s'mu qunë kamë zhag. Herë në të vend kemi nejtë, herë këtu, herë në koridor atje. S'kemi pas shansë mu qu me dalë jashtë. Pitë gjujtmes.
ora 7 ashtu, dole ma e pa vetin që po vdesmi, kemi dalë me shosht, Maqedonët na kanë liru, me dalë për shpija, na kanë qo, na kanë marrë këtë në grupë, na qo në tanë natën politikë kemi qenë, kemi dhënë informata që kemi bërë, asë kishmi po kur gja, se këtë ratë kemi nejtë. Thash, kur gjujke, thash, po Maqedonë, thash aty, thash na kanë liru neve me dalë, a ke po di kanë, thash, u s'kam po asken, thash, s'muj me morë qau kërën, veç gjurme, thash, ka qenë non-stop të gjujtë. S'di gjo, nuk di se shka bëhet ma të kalëna. Të martën ka filluar edhe vlerësimi i dëmëve nga ana e qeverisë së Maqedonisë dhe një gjë të tillë për Tribuna Channel dhe ka konfirmuar edhe koordinatori i Komisionit Qeveritare Ejo Palmi, njëherët edhe sekretar shtetëror. Edhe nga qeverisja lokale në Kumanov thonë se ju është dhënë ndihma urgjente e nevojshme banorëve në lagjen e trimave, derisa ende nuk dinë për numrin e saktë të tyre dhe sa prej tyre janë shpërngulur në vendet fqinje, Kosovë dhe Serbi. Ridvana Sale, jam këshilltar komunal, komunës Kumanovës. Ne si komunë kemi marrë për ditës parë, kemi ndërmarrë si këshill komunal, kemi formuar shtabin e emergjencës, kemi hap numër kontakti për qytetarët që të ndihmojnë për ndihmë, kemi hap lokacione ku mund të strehohen qytetarët, njëkohësisht kemi dhënë një fond si fond fillestar thjesht për fillu me ndihmu paketat në familjeve në nevojë që kanë. Për momentin kemi formuar bashkëpunim me qeverinë dhe komisionet e vlerësimit, jemi në terren të vlerësuar që do të fillojmë ndihmat e para nga ana e qeverisë që janë ndihma emergjente për familjet që janë dëmtuar nga 100.000 dinara afërsisht 1.600 euro. Dhe pastaj në fazën e dytë do të shkohet, këto ditë do të vazhdohet, do të sistemohen në vende me qira të familje që nuk kanë vend për banim këtu. Dhe faza e tretë që është do të bëhet vlerësimi në 7 ditëve gjithë dëmave që do të paguhet nga qeveria në vlerë 100%. Që janë shtëpi, gjanat lëvizshme, makina, çdo gjë që është, do të vlerësohet nga komisioni që është i formuar për qeverisë dhe për komunës bashkërisht. Do të bëhet vlerësimi i tyre dhe do të bëhen pagesa 100%. Familjet që nuk do të mund të jetojnë për momentin këto që do të sistemojnë vende me tjera, po të familjarët thjesht do të kenë ato pagesën kundër vlerë dinarit thjesht për punën e qeras. Kjo është gjendja tash edhe këtë punë bëjmë për momentin sot. Kjo është një emergjencë që sot të arrim deri në përfundin ditës të evidentojnë familjet që të mund të lëshojnë ndihmën e parë me njëherë. Popullata ka nevojë, njerëzit janë traumatizuar dhe kanë nevojë për ndihmën e parë me njëherë. Tensionet në Maqedoni filluan të shtunën, nga të cilat mbetën të vdekur 22 persona, prej tyre 8 polic dhe sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, 14 pjesëtar të grupit të armatosur. Në këtë konflikt u plagosën rreth 40 persona, ndërsa në pranga kanë përfunduar rreth 30 prej grupit të armatosur, që shumica prej tyre janë shtetas të Republikës së Kosovës.